Në Shqipëri, projekti I lidhur me Ivanka Trump dhe bashkëshortin e saj Jared Kushner ka shkaktuar reagime të forta. Çifti I famshëm synon zhvillimin e një projekti të madh turistik në Bregdetin shqiptar që përfshin ishullin e Sazanit dhe një zonë bregdetare për Ballti. Për një pjesë të opinionit publik bëhet fjalë për një hapësirë me rëndësi të veçantë natyrore që nuk duhet të shndërrohet në një destinacion luksoz për investitorë të pasur. Vet Ivanka ka treguar se zbuloi Sazanin në vitin 2021 gjatë një udhëtimi me jahtë. Ajo ka rrëfyer se u mahnit nga bukuria e ishullit dhe se me kalimin e viteve lindi mundësia për të realizuar një projekt të madh zhvillimi. Sipas saj, ndërhyrja duhet të bëhet me kujdes dhe me një arkitekturë që integrohet me peizazhin, por për kundërshtarët e projektit, çështja kryesore mbetet ruajtja e natyrës dhe karakterit të kësaj zone. Kjo ka nxitur protesta dhe një reagim të fortë publik. Për shumë shqiptar, Sazani nuk është thjesht një pronë me potencial ekonomik, por pjesë e pasurisë natyrore të vendit. Kështu emri dhe pesha ndërkombëtare e investitorëve nuk kanë mjaftuar për të shmangur kundërshtimin. Një situatë krejt tjetër, por me të njëjtin përfundim po zhvillohet në Miami. Ivanka Trump dhe Jared Kushner, pavarësisht se kanë blerë një pronë në Indian Creek dhe kanë pasuri e lidhje të konsiderueshme, ende nuk kanë arritur të sigurojnë anëtarësimin në Indian Creek Country Club, një institucion ultra ekskluziv ku pranimi nuk duket se garantohet vetëm nga madhësia e pasurisë. Sipas të dhënave, çifti ka vite që përpiqet të afrohet me klubin. Ivanka është parë duke luajtur golf me antarë dhe duke marrë pjesë në aktivitetet e tij, ndërsa edhe një festë e organizuar nga çifti në shtëpinë e tyre nuk solli rezultatin e pritur. Vetëm rreth gjysma e antarëve të bordit morën pjesë, një sinjal se pranimi nuk do të ishte automatik. Në të njëjtën garë për një vend brenda këtij rrethi të mbyllur është edhe Jeff Bezos. Themeluesi i Amazon ka shpenzuar rreth $234 milion për të blerë 3 prona në ishull, por edhe ai nuk ka marrë ende ftesën për të bërë pjesë e klubit. Edhe pas përpjekjeve për të krijuar kontakte me antarët, pasuria e tij nuk I ka garantuar qasje në të. Rasti I Bezos është veçanërisht domethënës sepse tregon se edhe një prej njerëzve më të pasur në botë mund të përballet me një jo. Ndërsa për Ivankën bëhet fjalë për një projekt të madh në Shqipëri dhe për Bezosin për një klub privat në Miami. Në të dyja rastet shfaqet e njëjta ide, disa dyer hapen vetëm kur të tjerët vendosin që t'i hapin. Nga ana tjetër, Jared Kushner ka zgjedhur një mënyrë më aktive për të fituar mbështetje në Indian Creek. Ai është bërë pjesë e një bordi lokal dhe ka ndihmuar në një marrëveshje për përmirësimin e sistemit të kanalizimeve të ishullit, I cili prej vitesh ka shkaktuar probleme mjedisore. Në marrëveshje përfshihet edhe ndërtimi I një stacioni të ri pompimi pranë shtëpisë së tij. Megjithatë, edhe pse çifti duket se po afrohet me antarësimin, historia mbetet shumë domethënëse. Pasuria mund blej prona, luks dhe ndikim, por jo domosdoshmërisht pranimin në çdo rreth. Në Indian Creek, as vilat, as miliona dollarët dhe as lidhjet politike nuk kanë qenë mjaftueshme për të garantuar menjëherë një vend në klub. Në Shqipëri reagimi është edhe më I drejtë për drejtë. Kundërshtimi ndaj projektit të lidhur me Ivanka Trump tregon se pasuria e investitorëve nuk e mbyll debatin mbi mënyrën se si duhet përdoren pasuritë natyrore të vendit. Në këtë kuptim, joja ndaj projektit dhe pritja për një vend në një klub privat në Miami janë dy histori të ndryshme, por me një mesazh të përbashkët. Për një familje të mësuar me pasurinë, ndikim dhe qasje të jashtëzakonshme, refuzimi mund të jetë një përvojë e pazakontë. Por pikërisht këto dy raste tregojnë se edhe në një botë ku parat mund të hapin shumë dyer, ka ende disa që nuk hapen vetëm me para.